nuk ka përfituar asgjë. Askur Partia Demokratike. Në qoftë se nuk mbledh demokratët që nuk janë militantë, por që kanë arsye, që vënë trurin në punë, që kanë moral, që kanë vetdije politike, që kërkojnë kauza dhe luftra politike që nuk janë thjesht dil protest. Edhe shkruaj Rama ik, se si kanë Rama se i themin e ik. Pra, këta lloj demokratësh nuk janë atje. Shifni listën. Kushdo që hezitoi të bashkohej Berishës, marrë shembullin e zonjës Tabaku. Ajo hezitoi të bashkohej Berishës. U kthye në fund dhe asnjëherë nuk u shpreh shumë qartë. Unë dëshkua. Unë nuk besoj se ne në Partinë Demokratike kemi një zonjë më me dinjitet, më përfaqësuese të djathtës, se sa ç'është zonja Tabaku. Në nivele të njohura, se ka zonja sa duash në Partinë Demokratike që mund të jenë edhe më të mira, por po them në rrjeshtin e parë të politikës. Asnjë nga femrat atje, zonjat atje, nuk bën as çerekun e votave që bën zonja Tabaku si mesazh politik, jo si individ, si mesazh politik. Por nuk ishte në listën e mbyllur. Dhe leximi i qytetarëve është i qartë. Ti nuk e do atë që në duam ne, nëse duam ty. Në të njëjtën mënyrë, po marr raste të tjera. Po marr rastin e Korçës. Andrea Mano, për shembull, që ka qenë lokomotivë elektorale, ka garantuar një mandat më shumë në 2017 dhe 2021, edhe pse nuk qe në listë fituese, po punonte fort. Vetëm se hezitoi dhe erdhi gadal, gradualisht, pa bujë tek grupi parlamentar, nuk është në listën e mbyllur. Po është ai Dedion Allbati i Devollit që gjëja vetëm i ditë bëj zihet me grushte. Si në parlament, si në rrugë, me shofer. Tani çfarë vlere ka qytetaria korçare nuk përfaqësohet në Dedion Allbat. Përfaqësohet në Andrea Manon. Nuk e ke Andrea Manon në listë mbyllur, korçarët e kuptojnë, japin votën diku tjetër. Na ndihmoi vetëm formula, se është e vështirë të shkojë 7-3. Po po ti shikoni shifrat, është më afër 7-3 se sa 6-4. Për një 2-3 mijë vota mbijetojnë dhe nuk shojmë 7-3. Po shtur që një vend si Korça ne të mos kemi përfaqësimin e qytetarisë, e modelit. Djepi kulturës, Shkodra dhe Korça janë. Dhe po ta shikosh në gjithë jugun e Shqipërisë, Korça është më pak fanatike. Se unë e di në Vlorë, Gjirokastër, Fier, Berat, elektorati është më shumë majtës. Dhe nga Berat ishte ajo zonjë që thoshte nuk dua as ujë as drita, vetëm ty shohim bashkë. Po në Korçë nuk ndodhet një gjë e tillë. Korça është e balancuar. Ne kemi humbur Korçën, sepse komunikimi politik i Berishës është i papranueshëm për Korçën. Përfaqësuesit politikë që zgjedh Berisha janë të papranueshëm për Korçën. Si qartë, jo vetëm si qytet. Zoti Kadidi, ju para 4 vitesh këtë që po ndodh, sepse unë ju kam ndjekur realisht shumë intensivisht, qysh atëherë kur ju dolët edhe me. Por tani çfarë ndodh tani e tutje, sepse Berisha thotë unë do iki kur të vendosa i larg. Pra, pa hyrë nga Rama. Çfarë ndodh tani në 2029? Ku e shikoni Partinë Demokratike? Po të marrin zgjedhjet e reja tani kur të bëhen tjera. Janë 3 vektorë që lëvizin në Partinë Demokratike. Një është Berisha, 2 janë ata që janë në forume, natyrisht që ka zgjedhur Berisha, por ka dhe që nuk i ka zgjedhur Berisha. 3 është baza e partisë. Berisha thot kur të më marrë zoti e lë Partinë Demokratike. Gati sa nuk thot do ta marr me vete, kur të mos jem më. Këta të forumeve duhet flasin. Nëse nuk flasin, janë bashkëfajtorë. Çfarë do bëj vektori 3, baza e partisë? Do ta braktisë Berishën nëse vazhdon me këtë lloj kokforcie, me këtë lloj keq përdorimi të besimit të tyre, të kontributeve të tyre, të sakrificave të tyre. Sepse Berisha është bërë president dhe kryeministër për votave dhe punës këtyre demokratëve. Nëse ti këto i keq përdor, një ditë do të ikin. Fakti që ne sot, Partia Demokratike sot, bashkë me LSI-n brenda, ka 500.000 vota, ndërkohë që vetëm kishte 622.000 vota para 4 vjetësh, tregon që 100 e ca mijë njerëz nuk i erdhën. Sa ato vota i shkuan ke Shehaj, Lapaj, që emrin partitë të tjera, Basha, e tjerë, janë 100 e ca mijë vota. Opozitarë janë dhe ato, por nuk pranojnë dot logjikën politike të një individi si Sali Berisha që vazhdon të ri atje dhe vazhdon të përdorë të njëjtin gjuhë politike. Konceptin e vjetër të luftës klasave. Ne, ata, unë. Lideri pafyeshëm si Enveri, ne dhe ata si Partia Komuniste, me ata që quheshin reaksionarë dje. Nuk funksionon kështu politika mas 34 vjetësh. Unë jam i bindur që ju si keni bërë 40, pra ju kur keni filluar të mbani mend politik, Berishën mbani mend nga krahu i PD-s.